Qeveria e Kosovës në detyrë ka marrë vendim për rritjen e mbështetjes financiare për lehonat e papuna, duke filluar nga ky muaj. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka bërë të ditur se lehonat e papunësuara do të përfitojnë 500 euro në muaj për një periudhë prej 6 muajsh, që në total ka bë vlerën e 3.000 eurove për përfituese. Sipas tij, kjo rritje vjen në kuadër të politikave sociale të qeverisë dhe synon mbështetjen e nënave në periudhën e paslindjes. Kurti theksoi se për lehonat e punësuara, mbështetja financiare së bashku me kompenzimet nga punëdhënësi dhe shteti mund të arrijë deri në 1.500 euro shtesë për periudhën e paraparë me ligj. Qeveria ka bërë të ditur se kjo mas hyn në fuqi me njëherë dhe do të zbatohet nga institucionet përkatëse. E super lajmi që duhet të ndaj sot me ju është se nga ky muaj do të rrisim shtesat për lehona. E njësoj sikurse vitin e kaluar, edhe në këtë maj, ne po i rrisim shtesat për lehona, ashtu sikurse që kemi premtuar. Nga 325.9 euro në muaj, në 500 euro në muaj sa paga minimale. Me fjalë tjera, nuk po e presim korrikun, por rritjen po e bëjmë qyshtan. Nga ky muaj e tutje, secila nën lehon do të përfitojë mbështetje mujore prej 500 euro në muaj. Kjo për një lehon e cila nuk është e punësuar, përkthehet në 3.000 euro mbështetje për gjatë 6 muajve, pa llogaritat edhe shtesat mujore për foshnjën bebe. Kurse për nënat lehonat të punësuara, kjo përkthehet në mbështetje prej 1.500 euro. Për te pagesave të cilat u takojnë atyre sipas ligjit të punës, 70% e pagës nga punëdhënësi për 6 muajt e parë dhe 50% të pagës mesatare nga shteti për 3 muajt e tjerë.